Po ju si ish shkritar special i presidentit, domosdo edhe për aspektet sigurisë, keni ju ndonjë ide kush ka qenë prapa këtij atentati? Idetë e mia, unë i kam qarta për aq sa kam fakte. Unë e di se pyetje mbo për instancave vendore ndërkombëtare, bo pyetje kur ishte edhe interesimi legjitim. Unë do të thonë ato që qëndrojnë mbrapa i quaj forca antipavarësi. Kjo po i bën se janë shqiptar ata, nëse janë forca antipavarësi. Nuk do të thonë që janë shqiptar, s'muj me thonë që janë shqiptar, muj me konë edhe të jashtëm, muj me konë edhe prezim, krimi, s'ka kob, s'ka fe, s'ka dve. Mirë, po ju nuk keni ndonjë ide, me thonë se këto kanë mujt të jenë Nuk kemi. kundërshtar politik, zoti Rugova, Tashti është një brenda Kosovës. Tash kjo një çështje tjetër. Nëse kërkohet vlerësim për gjitha vrasjet ose tentim vrasjet pas lufte, do të thonë një pjesë dërmuese tyne, se statistika ish dash më bon, për çdo rast na s'moj me lut rolin e prokurorisë, rolin e drejtësisë, do të thonë dihet se tentimet dhe vrasjet pjesa dërmuese kanë qenë me prapavi politike. Po skenaristët ose ata kush në prapavi kush janë, duhet një fuqi shteti për më marrë me ato punë. Pse po them vrasje politike? Për shkak se vrasje mbo gjatë luftës në Tiranë. Janë vrarë aktivist të ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Vrasje Kryesisht njerëz që kanë qenë lidhur me LDK-n. Ose me qeverinë kanë qenë me LDK, po kanë qenë me këmbë. Unë që njëf kanë qenë me këmbë. Jemi të fol për aspektin politik. Po, unë po flas për çështjen e kretë Kosovës. Kanë qenë gjithë. Po flas për çështjen e Kosovës, e pa tani ku i bjen që thojnë, apo ku e pret citata le e pret. Po mirë se